Gjenë se ishim në të njëjtin panel dhe nuk më dha se drejta të përshëndesja. Megjithatë, unë erdha me kënaqësi të madhe për ju zotërin të nderuar këtu, i nderuar Ministri i Jashtëm i Punëve të Shqipërisë, Punëve të Jashtme. Dua të bëj një përshëndetje speciale dhe e kam këtu për ju, zoti zëvendës ministër i Kosovës, në mos nuk gaboj, zoti Ali, zoti Dritan, i nderuari zoti Destani dhe i mrekullueshmi ky djali që na jep kaq shpresë për mbrojtjen sidomos të çështjes së Kosovës. Unë kam një shqetësim shumë të madh, i nderuar zoti zëvendës ministër i Kosovës. Ju jeni gjithë keni punuar aq shumë për lirinë e Kosovës. Dhe unë kam një shqetësim. Ne duhet luftojmë kundër harresës. Atje në Hag nuk janë vetëm ata burra, po është në pikpyetje lufta e drejtë që bëri populli i Kosovës dhe gjithë Shqipërisë, dhe në pikpyetje gjenocidi që u shtrua kundër popullsisë së Kosovës. Më lejoni, unë kam ardhur nga Kanadaja e largët dhe kam bërë gjitha të rrugë, kam shpenzuar një 5 minutë, çdo ma kushtoni për t'ju nderuar ju dhe luftën e Kosovës kundër harresës. Faleminderit. Të gjakosur janë ende muret e gurta. Rrugët të gjakosura janë. Edhe strehët gjak pikojnë. Edhe kur i shtrydh, vetëm gjakullojnë, edhe zemrat plasur janë. Është gjak që nuk fshihet, nuk ikën, rri aty pa u tharë. Trarët e vjetër rënkojnë, është gjak i pamarë. Kosovë, ti gjak në përëndrashe, gjumi të është kthyer në mankë, shumë gjak i pafajshëm u derdh, është aty, nuk i këkollaj. Je dhimbje Kosovë, je dhimbje gjallë, je dhimbje mbytur në lot, je dhimbje e larë në gjak. Gjak vrasjesh të ndërkryera, torturash, përdhunimesh dhe bajoneta të ngulura në barkun e fëmijëve, dhe nëna shtatzëna me mitrën e qarë, kjo gjë me kjo bëm, as në mesjet nuk ish parë. Urrejtje patologjike, urrejtje të marrësh, kurdisur me gënjeshtra, me pazare djajësh, trarët e vjetër gjëmojnë, është gjak i paterun, është gjak i patharë, është dhimbje në kock, është gjak i pamarë. Okej, të falenderoj shumë, jashtëzakonisht, faleminderit. Okej. E ndajmë kohën për të gjithë, me qëllim që të gjithë të flasin nga pak. Ai djali atje dhe vajza. Ajo e fundit është Kosovë e bukura Kosovë, një varg i fundit, e vë, titrarët e vjetër i nderon me hak, po ti një tjetër mendësi ke. Drejtësi kërkon, drejtësi, jo gjak. Faleminderit. Gjithë të duam, drejtësi jo gjak. Po. Ata afro me thonë? Vetëm afro. Më bie dielli prandaj, do ta jap ty tani, po. Përshëndetje të gjithëve panelist, sidomos zoti Ali Ahmeti. Jam Jan Bislimin nga shoqata Alea, shoqata studentore Alea në Lyon të Francës. Le t'ju them se jam gjenerata e tretë në Francë, e lindun atje, dhe le t'ju them se shoqata joni ka 30 vjet provoj tani, 1991. Të vetmin moment ku jemi kontaktu nga shtetet shqiptare, ishte në 2010 parafërsisht, ku na kanë ndihmu për shkollë shqipe e tjera. Por nga ajo nuk kemi më asnjë kontakt, asnjë rrjetizim, edhe po më vjen mirë se zoti Ferit Hoxha po fol për rrjetizim. Kemi nevojë për rrjetizim, kemi nevojë edhe për kontakte shumë të vazhdueshme me shtetet shqiptare, sepse jemi të hapun, jemi vetëm një strukturë, ndoshta edhe në Francë, në Lyon, 44.000 shqiptar janë në rajonin e Lyonit, edhe besoj se pa ne nuk keni si të vazhdoni. Dhe
Përveç kësaj, një gjë kam për ministrin tim, se në fakt jam nga Kosova, po më vjen shumë keq që me një panel ku folim për bashkërendim të aksioneve, të veprimeve shqiptare në diasporë, ende një gjë që e luftojmë vetë ne në Mërgot, ende po flitet për kosovar e shqiptar. Zotri, jam shqiptar i Kosovës, nuk jam kosovar. Nuk e shoh si t'ja bëjmë të bashkërëndisim Mërgotën shqiptare, kur flasim për kosovare shqiptar që nga fillimin gjë nga semantika e ndojmë shqiptarin në kosovar. Falenderit shumë, na falni për se emocion. Po, jo, ishe e shkëlqyer, faleminderit, po. Shumë shpejt, vetëm një minutë. Për brain circulation, jemi totalisht dakord. Në mënyrë të padiskutueshme, ne nuk do ta kthejmë dot trurin në Shqipëri dhe nuk është kjo kërkesa. Ne duam të kthejmë kontributin e trurit në Shqipëri. Dhe kjo është mënyra si gjejmë përmes platformave. U përmend nga Jozonjusha që foli nga Greqia, të gjejmë platformën më të mirë në mënyrë që jo vetëm të bëjmë regjistrimin vullnetar, por edhe ekspozimin e kujtdo, kontributi, shoqatet e tjera. Për ta lidhur me zotrin nga Lioni, nuk e di domethënë se pse ka pasur kaq ndërveprim kaq të mangët me përfaqësuesit e Shqipërisë dhe të Kosovës, por ndoshta e keni marrë telefonin me fol me ambasadat? U keni thonë ambasadave, i keni ftuar ambasadat, keni bërë aktivitetet përbashkëta, faji mund të jetë i ndarë. Por edhe një herë, që të bëjmë hartëzimin, që ta dimë se sa kemi në Lyon, sa kemi në Marseille, sa kemi në Grenoble, apo gjithkund në Francë, na ndihmoni. Na thoni ku jeni që të vim, të gjejmë, të rrim, të shikojmë, të bëjmë bashkëregjistrimin. Përndryshe nuk e bëjmë dot. E fundit fare, për zonjën me poezin, shumë faleminderit e jam mirënjohës kujtdo që ka marrë rrugën dhe ka ardhur për të ndënjur bashkë me ne. Por nuk e kemi harruar Kosovën, nuk e kemi harruar luftën, nuk e kemi harruar gjakun, dhe mund t'ju them që vetëm unë personalisht mund të kem bërë një 1000 fjalime, domethënë vetëm në OKB për Kosovën e për Shqipërinë e për historinë tonë etj etj domethënë. Askush nuk e harron dhe për këtë mos ketë absolutisht kush asnjë iluzion. Edhe për këtë mund të flasi më mirë Glauku. Por edhe një herë, nëse ka ndonjë thirrje për të tërë këtu, na kontaktoni atje ku jemi, na kontaktoni në Tiranë, na kontaktoni në Prishtinë dhe do mundohemi të bëjmë më të mirën që të dimë se ku jemi dhe si jemi dhe që të bashkë jemi. Zoti Ministër, ky ka qenë paneli, besoj me shumë pyetje, sepse unë sikur t'i përgjigjem përpara të marr mikrofoni, ju kërkoj ndjes për shkak të kohës. Më duhet ta mbyll. Jeni të ftuar të gjithë të flisnin. E di që s'ka kuptim, po kaq kohë kemi. Jeni të ftuar të flisni në të gjitha mënyrat. Unë njerëz të tha Anila s'ka gazetare diaspore, unë jam një prej atyre. Drejtoj një platformë të diasporës. Do vi ta marrësh vetë mikrofonin, ë? Okej, hajde këtu dhe e mbyllim bashkë. Më mirë ta mbyllësh ti, e mbyllim bashkë. Shumë mirë. Së pari, do jetë shumë shkurt. Faleminderit për këtë organizim. Më kapi veshë që zoti ministër tha do ishte iluzion që në qendër të Parisit të kishim një qendër kulturore shqiptare. E po i nderuar zoti ministër, në 28 nëntor të 2025-s, paneli i Parisit që janë sot këtu, ka themeluar qendrën kulturore shqiptare 28-11. Bravo. Dhe është, prandaj dhe unë doja të merja fjalën. Unë jam Marinela Sheha, i presidente e kësaj qendre. Pak javë më parë ne kishim ministrin e arsimit të ftuar në qendrën tonë. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ambasadën e Shqipërisë dhe ambasadën e Kosovës. Kështu që shpresojmë që ky bashkëpunim të vazhdojë dhe gjithë institucionet e tjera të ne ndihmojnë. Por ëndrat janë për të bërë realitet. Faleminderit shumë. Tani nuk e demokratizoj dot kaq shumë se janë të gjithë. Ju lutem, e mbyllim. Lutem për shkollat shqipe në diasporë. Më falni, ju lutem. Diskutum në lidhje me shkollat shqipe në diasporë. Dhe numri i fëmijëve tan është jashtëzakonisht i vogël, siç dhe përmendet as 10%. Unë me bashortin tim kemi hapur rreth 5 shkolla shqipe në Munich, Gjermanisë dhe çdo klasë, domethënë çdo shkollë, ka vetëm 10 nxënës, skandaloze. Pra, kam një propozim, me sa di unë, ne mundemi që të zbatojmë modelin kroat. Çfarë bëjnë kroatët? Të gjithë kroatët, kur kthehen në vendlindje, ata që nuk i kanë regjistruar fëmijët në shkollat kroate, paguajnë taks. Ndërsa, ata që i kanë të regjistruar, ata stimulohen nga shteti. Pra në këtë mënyrë ne mund t'i stimulojmë shqiptarët tanë që t'i çojnë fëmijët në shkollat shqipe dhe të tjerë të paguajmë taksën përkatëse. Dhe ndërkohë pyetja tjetër që është shumë e rëndësishme, për mendimin tim, a dëshiron politika shqiptare, kënaqësi e veçantë që u shoh gjithë bashkë, Shqipëri e bashkuar, a dëshiron politika shqiptare që t'jemi ne shqiptarët
të kemi rol vendimarrës në Europë? Më falë, pyetja, e mbarova. A dëshirojmë, nëse dëshirojmë, çfarë politika është ndiqen për t'i mbështetur ta shqiptarë të aftë që të konkurrojnë dhe të jenë pjesë e vendimarrjes? Çfarë politika është ndiqen? Konkrete, jo vetëm fjalë. Ju lutem mendojeni sepse një ndër ato jam dhe unë që kandidova për CSU tani në Myni dhe nuk pata asnjë lloj mbështetje as nga shteti shqiptar, as nga konsullatat tona, as dikundi. Më vjen keq. Na vlerëson Gjermania, na vlerësojnë të gjithë, po shtetet tona nuk na vlerësojnë, për ata jemi inexistent. Ndaj kjo pyetje është për ju dhe duhet kthyehet në detyrë që të na jepni mundësi të na mbështesni, se ne jemi shqiponjët e diasporës, jemi zgabonj, që jep dhe ne japim po shqiptarin kurr. Dukesh, faleminderit. Faleminderit. Tani ju lutem, sa pa ardhur njëri të më marrë mikrofonin, po e fshehun. Faleminderit shumë të gjithëve, jeni fantastik. Faleminderit me gjithë zemër. Faleminderit paneli. Shumë faleminderit, e quajmë të mbyllur për sot, vetëm për sot. Kënaqësi. Jo.